isha bukur mes luleve, mrekulli. Të dashur miq, ndoshta sikur ka filluar ritualin e përjavshëm, kjo nga jeta jone e përditshme. Dimri, por dhe vera në Shqipëri vinë kur ua do qefi atyre. Të papërgatitur ishim. Me këmisha me mëngë të gjata, me bluza mëngë të gjata, po do t'i që erdi vera, shkoj rreth 40 gradë para 3-4 ditësh. Po gjithsesi edhe kjo marramendja portokallis, natyrisht, jo për modesti, por pak më tepër, për 3-4 ditë dalësh të bësh një spektakël shumë e dhunshme, por gjithsesi, veç të tjerave, jam një agron që drejtoj portokallin, po jam dhe një agron që jam burr që drejtoj shtëpinë. Po jo gjithmonë i pari në shtëpi. Ndonjëherë në 7 ditë javës, 7 ditë drejton gruaja. Ishte e diel, isha i lodhur, doja të rija shtrirë, të pushoja. Po jo, qo më tha agron, me 4-5 shoqe të punës kemi vendosur të shkojmë në plazh, por në Vlorë. Dhe do nisemi që sot tha që është e shtunë, pak dhire diel. Tash po prit një sekundë se jam më sigurt ashtu. Nisemi goni, u lodhe ti, u këput e ti. E mi në rregull, atë këtë, unë mundova të vishesha kështu sport, po mirë të pak të mbukur. Po ti pse vishesh ashtu? Pse do thjesht me tuta, pse do të dukesh? Sepse, për çfarë shkojnë për të dukur, shkojmë? Po jo më grua, po normale do të jem çka. Jo, nuk kam xheloze, po mirë është mos të vishesh ashtu. Risa më shkoj. Unë nisëm dhe shkuam në Vlorë dhe direkt gjën e parë fare komunikimi me një hotel. Thash unë, vëmë në hotel? Jo, një çmim qytetar, se nuk shkojmë për harxuar lek, goni. Në fundit kemi gjithë ato hallë, gjithë ato shpenzime, mos harro, jemi jyshur tani. Dakor ti thash. Vajtëm tek sportelisti i hotelit. I tham, duam një dhomë kështu matrimoniale, si i thonë në gjuhën ndërkombëtare, dyshe. Tha, kemi me kondicioner dhe pa kondicioner. Sa bën me kondicioner? Tha, në 50. Dakor, një bryl në hije. Çka ke thashun? Pa kondicioner, se kalojmë një natë është. Po, pa kondicioner... Pa kondicioner, sa kushton? 30 euro, tha ai, po pa mëngjes. Dakor, iku bluza ime me gjithë dorën e gruas. Dakor, vajtëm në dhomë të shtrieshin. Një dhap, e një zagushi, e unë që rotullohesh asi në prush. Uj në djerës, sa dhe i dobët jam, dhe dëgjoja atë që më mbante me garjet. Ame, se s'bën burri kështu, duro, ja, erdi mëngjesi. Po plasa me i thash, uj në djerës, a më mbyllë, i thash, po jo mos e po t'ish kondicioneri, me atë rast thash pse, e bukur hoteli tjera, e kishin bërë dhe dash, gjyshti. Mirë dakord, kur fikur drita si qishtë në erësi, dëgjoj një, unë grita mirë, qa ke? Një mushkonjë më duket, pas ka mushkonja. I thash unë, po, i thash, kalli pak, prapa jo, unë jo, goni, mushkonja, Në mëngjes, zërin e protestës unë në ati Hotel Gjiut, të lullë, o jo i thash mushkonja, qa të thema agronë, tha, i kemi thënë njëri që di me pomë, tha, po e kam 10.000 lek metro kubin. Po pse i thashun plaka spanjolle, do shtroja i thashun që tha, 10.000 shap fleti, tha. Dhe si që isha ashtu, grua gjithë bëlduga nga mushkonjat, kërkuam një mëngjes. Një vezi, thamë kështu, si të bëja omelet, tha kjo, në regull, kamarerin dhe si utuar, 1 orë, o, quni dhe, 4 orë të visha për kur më hodha i pronari. Orë më thonë, ti ke arë për pusharë me kamarerin mos i folë. E para punës është i ri smerve shfare, po ca i utuar është ai, ca ma uton ti, e mori pjaton, tha, e qoj nga lokali tjetër. Lërë mos i folë. Zbritën dhe shoqet e si me shoqe, të gjitha shurjesht të ofruam drejt plazhit. Ullë në diku aty të gjitha sytë i mbanin nga i me shoqe. Me një lloj xhelozie, me një lloj kërshërie të veçantë, duke sikur në sytë të tyre lexoj lumë si ty. Unë nuk e kuptoja, po si gjithë burrat, nxora dhe unë armën që ka dalë tani kohët e fundit. Të dashur miq, kur shkonin në plazh, vendosni syza. Mbani kokën kështu dhe shikoni nga të doj syri, këteja. Edhe unë, rria drejt kur shikoja detin dhe syt këteja. Ishte një lamet femre 2 metra. Po çfarë deli, po çfarë trupi kur goni, çfarë shikon? Jo, këtë po shikoj. Jo, shiko këtë shoqen time të punës, shiko sa e mirë që është, se këto që shikoni këtë matan këto vërtet, po si kanë shoku brezili, sa shumë lyen, sa tash. Shiko, un kam bërë 2 fëmijë, po s'krahasoj me trupin e saj. Ua, ja shiko të shoqen time Dylberen. Shiko, ti shikoja Dylberes i vare barku, i vare.
Ndërkohë bëra sikur mbylla syt se më kishte zënë gjumi kur. Çfarë bën? I thash unë sikur ashtu. Jo, mos bëj sikur fli, se më kanë thënë llafe këto shoqet. Po çfarë? Po ja tha ato ulërimat e mia natën i kanë marrë sikur ne bënim dashuri. Mua më shkruan mushkonjat në fakt. Dhe ato prandaj më shikonin, thash mua gjithë zili thoshin. Edhe në kohën që po bëja sikur po flia dëgjoj dy shoqet e si me shoqe që flisin me njëra tjetrën. Emër si të duk ai. Si një fjalim, tha, i fatos nanos. Tha, mrekulli, tha, do më thonë gjatë. Po, gjatë apo s'kuptova gjë në fund. Se këtu ishte. Edhe ndërkohë kështu si shërim shtrirë, për një moment thot, Goni, hidhemi një herë në ujë. Jo, i thashëm vazhdo, motri. Jo, hidhu, hajde me mua. Hidhu, e shoqërova bashkë me shoqet aty, që gjitha prisin të thoshe ndonjë gjë. Dhe ajo, mos shiko ja këtu ja bashkë me shoqet. Ti thënë, po çfarë ke që ka, për çfarë kemi ardhur tani? Ja të rritë mbaj syzat. Jo, syzat jo. Nuk do t'i vësh syzat. Pse i vësh syzat? Po dielli na vret edhe rrudha ca puna, ca dielli. Jo, je shumë mirë. Po ç'ke? Mirë ti mbaj unë syzat. I mori ajo syzat. U shtrim në rër për një moment tash. Të lutem se plasa. Me një kusht, mos shikosh atë. Bëjmë plazh, vim, gjithsesi këtë armë e mësova për vete dhe për ju. Mbani syza dhe mos keni frikë nga gruaja që keni në krah. Mrekulli. Besoj se kështu ndodh gjithmonë. Goni, mos u mërzi se kështu e kanë gratë. I martuar je si celular, Shumë bukur. Më thuaj. E di si janë grati, Goni? Jo. Dikur ato skuqeshin nga turpi. Tani ju vjen turp të skuqen, që turp të kenë. Shumë e bukur është kjo. Ai sentencë. E pas ke mësuar dhe ti një sentencë, domethënë, Po ti dhe një tjetër unë. Çfarë di për shembull? E shkon hijen time ti, Goni? E shikoj. Edhe ti më. Edhe vetëm të kap hijen time, po se ka do se kështu janë femra. Sa kthe kurizin unë, vjen me vrap ajo. Kështu janë femra. Që nga bukur kjo e hijes, po pse në fillim fare kur kisha rënë dashur gruaja më thoshte më e ngjitur mbrapa tamam si mas kpucës. Apo s'ka lidhje me hijen kjo? Me hijen. Po pëlqen. A mundem që ta përdor pak, domethënë, ti përdor pak juve? Po, pse jo? Sepse normalisht më takon që të bëj një prezantim. Atëre fillon. Jo. No, harova të them, një buton më punon. Një. Je i sigurt që të punon? Shumë i sigurt. Po mos ka kaluar butoni nga mbrapa. Dakor, nuk po të shfryzoj. Mund të vazhdosh.